Sëmundja nuk është rastësi. Para se të sëmuret trupi fizik, diçka ndodh në trupat energjetik. Ne zemra të bukura nuk kemi vetëm këtë trup. Ne kemi akoma dhe 12 trupa energjetike, të cilët mundet të blokohen me mendime të gabuara, me vuajtjet që ti mendon, me disa zgjidhje që nuk i ke bërë akoma në jetën tënde dhe nga emocionet e tepërta të bllokuara. Dhe shumë të tjera nga bindjet e ndryshme, nga paraardhësit dhe shumë herë nga mendimet e trashëguara që ne i përcjellim ndërmjet ADN-s tonë. Akoma dhe në qëndrimin tënd si fosh në mitrën kur ishe ti në barkun e nënës. Për të gjitha këto, kam menduar të bëjmë një takim data 29 janar, dita e ente, ndërmjet platformës Zoom, për të gjithë ju që keni një ngacmim të vogël në trup. Akoma dhe një sëmundje që ju është shfaqur, e vogël ose e madhe, për të bërë një terapi diagnostike energjetike dhe së bashku të gjejmë mënyrën si ti ta lirosh këtë bllokim. Kam shumë rezultate në këtë drejtim dhe e para nga përvoja ime jam unë. Nëse do bëhesh pjesë e këtij grupi, do flasim më gjerë për të gjitha këto dhe shkaqet dhe zgjidhjet. Prandaj, të ftoj ditën e ente në orën 8 në darkë me të Shqipërisë, në orën 9 me orën e Greqisë, ndërmjet platformës Zoom, falas që t'i shkojmë të gjitha me radhë. Për këtë mund të më shkruash në Viber, në WhatsApp dhe në Telegram, që të marrësh linkun falas për atë ditë. Ju dua shumë, ju përshëndes dhe ju mirëpres të gjithëve. Dhe mos harro që çdo gjë bëhet për një gjë. Dhe mos harro që ka zgjidhje në çdo problem të vogël apo të madh si e shikon ti, në qoftë se ti je gati të bësh diçka ndryshe nga ajo që ke bërë deri tani. Ju dua shumë, ju përshëndes.